Tregu imobiliar kohët e fundit ka pësuar në fakt një ndryshim shumë të thellë. Thënë kjo pasi 5 vitet e fundit ka një rritje çmimesh, por edhe një ngritje dhe një kërkesë shumë e lartë për blerjen e një prone. Për të parë çmimet dhe kohën më të përshtatshme për të blerë një banesë dhe për të marrë një mendim për sa i përket këtyre çmimeve dhe kur është koha më e mirë, vendi më i mirë dhe a është momenti i duhur për të bërë një investim afatgjatë, do të kemi në një intervistë për Fox News zonjën Angela. Angela, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit juve. Kur është momenti më i mirë për të blerë një pronë në Tiranë? Momenti më i mirë për të blerë një pronë në Tiranë, unë shpeshherë klientëve të mi them që është sot. Nuk është asnjëherë vonë për të investuar, por patjetër nëse ne hasemi me ndërtime të reja, siç janë projektet e reja që po zhvillohen dhe infrastruktura dhe rruga, që po zhvillohet unaza madhe, çmimet, është momenti më i mirë për të investuar. Në Shqipëri nuk është se ka ndonjë moment specifik për ju siç ndodh në vende ndryshme të botës, është një kërkesë stabil gjatë gjithë kohës që njerëzit kërkojnë të blejnë dhe të investojnë në pronën e tyre. A janë rritur çmimet realisht apo vetëm në ofertë? Çmimet sigurisht që janë rritur, duke marrë parasysh që është rritur kostoja e ndërtimit, kostot e pronave tokave që zhvillohen projektet e reja, patjetër që ka pësuar rritje dhe për këtë arsye oferta nuk mund të them që është në ulje për çmime dhe nuk pres që të ketë një ulje çmimesh për një periudhë kohe ndoshta të pacaktuar. Rivlerësimi me 5% është rikthyer si një nga temat më të diskutueshme në tregun imobiliar, duke hapur pritshmëri për më shumë lëvizje dhe më shumë prona që futen në qarkullim. Kjo nismë konsiderohet si një lehtësim real për pronarët që kanë hezituar të shesin prej viteve, sidomos për shkak të tatimeve të larta mbi fitimin. Lehtësimi fiskal u jap atyre mundësinë të dalin në treg më lirshëm, duke hapur rrugën një ofertë më të gjerë. Rritja e ofertës duket e mangshme dhe pritet të ndikojë sidomos tek apartamentet e vjetra, pronat e trashëguara dhe asetet e mbajtura të bllokuara me kohë të gjatë. Kjo lëvizje i jep tregut një energji të re, por gjithsesi nuk mjafton për të prodhuar ulje të ndjeshme çmimesh, sidomos në Tiranë apo zonat të zhvilluara ku kërkesa është ende shumë e lartë. Në zonat periferike dhe qytetet me ritme më të ulta zhvillimi, efekti mund të jetë më i dukshëm, duke sjellë çmime më të negociueshme dhe më afër mundësive të blerësve, por nga qendrat kryesore urbane, rivlerësimi pritet të sjellë stabilitet, jo ulje drastike. Megjithatë, procesi shihet si një mundësi e mirë për të krijuar më shumë gjallëri, më shumë rotacion dhe më shumë transparencë në tregun e pronave. Ai është një instrument i dobishëm, por jo një zgjidhje plot për problemin e madh të çmimeve të larta, të cilat janë ndikuar nga faktorë të tjerë si kërkesa e huaj, ndërtimet e reja spekulative dhe ofertat e kufizuara për banesa të përballueshme. Rivlerësimi me 5% mbetet një dritare e përkohshme që sjell mundësinë, por jo garanci për ndryshim të thellë. Tregu fiton lëvizje, por çmimet mbeten ende të lidhura me realitetet të vjetra dhe kërkesa të qëndrueshme. Rivlerësimi me 5% pritet të sjellë shumë prona në treg dhe a do të ndikojë ky rivlerësim në uljen e çmimit? Unë mendoj që tregu do të ketë më shumë volum pronash, por jo ulje çmimesh. Ndoshta pronarët e apartamenteve apo pronave specifike do të motivohen për të shitur pronën e tyre, duke qenë se tatimi do të jetë 5% dhe jo 15%. Mund të ketë ndonjë lëvizje të vogël që mund të jetë në ofertën e uljes së çmimit, por jo ndonjë bum uljes çmimesh, duke qenë se tatimi do të ulet. Thjesht do ketë volum më shumë prona në treg. Ky është mendimi që po hasim dhe me pronarë specifik që i takojmë shpesh herë dhe thonë që do ta nxjerr pronën për shitje mbas janarit kur të futet në zbatim 5% e tatimit. Keni pas jo prona që janë hedhur një herë në shitje dhe janë tërhequr për të pritur rivlerësimin pas janarit? Po, sidomos periudhën e fundit, këto 2 muajt e fundit, duke qenë se po afrohemi, jemi shumë afër
janarit dhe 5% që do vendoset në zbatim. Shumë pronar edhe janë tërhequr, se duke marrë parasysh kur ligji ka dalë, marrim periudhën e korrik gushtit ishte pak më e largët dhe prap pronarët e apartamenteve ishin të motivuar për ta nxjerrë përshitja. Tani janë tërhequr disa. Vitet e fundit, kush po blen më shumë prona? Vetë qytetarët e Tiranës, investitorët apo të huajt? Absolutisht që është një treg stabil që ka familjet e reja, qytetarët e Tiranës apo personat çiftet e reja që vinë nga vendet e vogla të Shqipërisë, duke parë Tiranën si një mundësi shumë e mirë për fëmijët e tyre, për të ardhmen, por gjithashtu një treg stabil është edhe nga diaspora. Edhe të huajt kryesisht janë të orientuar në Rivierë, në Bregdet, për të investuar, por edhe në zonën e Tiranës, duke menduar si një mundësi e mirë investimi, sidomos në pjesën e apartamenteve që janë në ndërtim, për t'i blerë me një çmim më të ulët tani dhe për t'i rishitur mas 3-4 vitesh si një çmim ndoshta edhe më të lartë. Çfarë keni hasur më tepër, do të thënë blejnë banesa apo apartamente për të jetuar apo edhe për t'i përdorur si biznese, për t'i lëshuar me qira, me Airbnb, dhe a ka ndikuar Airbnb-ja në rritjen e qiras? Edhe kjo është një situatë, mund të them 50-50, edhe blejnë apartamente për banim, por edhe për qira afat gjatë ose afat shkurtër, duke qenë se kërkesa për qira është gjithmonë në rritje dhe çmimet e qirave janë rritur, dhe nëse ne marrim një çmim mesatar qiraje që mund ta gjesh 500-600 euro, kthimi i investimit të një apartamenti që do blet është në pak vite, normalisht që njerëzit priren për ta blerë këtë apartament, por edhe Airbnb-ja kanë qenë një ndikim shumë i madh për rritjen e çmimeve, duke qenë se ka zvogluar apartamentet me qirafa gjatë dhe është rritur çmimi duke marrë një mesatare 50-60 euro nata, ku mund të jetë një mesatare 1000-1200 euro në muaj për një apartament që përdoret për Airbnb. Pronarët apo investitorë specifik që zgjedhin të marrin këto apartamente për t'i dhënë me Airbnb kanë ndikuar në rritjen edhe të çmimeve të qirave, por kanë zvogluar dhe apartamentet me qirafat gjatë. Çfarë kërkesash keni më tepër për blerjen e një banese, një apartamenti me kredi apo me likuiditet? Atëherë, ka periudha të ndryshme, flasim për situatat që jemi aktualisht që është konfirmuar, për flasim për zonën e Bashkisë të Tiranës që është konfirmuar kredia e butë dhe kemi një bum kërkesash për apartamente me kredi, por në përgjithësi edhe familjarët preferojnë që të blejnë çiftet e reja një apartament me kredi, preferenciale ndoshta mund të mos jetë, por mundësitë janë të tilla duke marrë parasysh rrogën dhe të ardhurat që janë në Shqipëri për familjet që janë të reja. Normalisht që është preferenca për kredi, por paralelisht nuk eliminojmë as pjesën e klientëve me likuiditet në zona specifike, në zonat e ndërtimeve të luksit apo ndërtimeve shumë të mira, dhe gjithashtu edhe në ndërtimet e reja, po flas për fazën një projekt që është në fazë grope apo një projekt që sapo ka filluar të ndërtohet, likuiditeti që është mundësia më e mirë për të blerë me çmimin më të mirë, ndodh vetëm te klientët me likuiditet, sepse nuk ka mundësi kreditimi në projektet e sapo filluara, kështu që është e balancuar. Normalisht është pak më e vështirë të trajtosh një klient me kredi, duke marrë parasysh që jo të gjithë i plotësojnë kushtet, dhe është pak më e vështirë, por jo e pamundur. Kështu që janë, po them, në një mënyrë stabil të dyja. Kemi kërkesa si me likuiditet edhe me kredi. Diaspora është me likuiditet, po flas duke qenë se kanë të ardhura më të mira dhe janë më të mundur për ta blerë një apartament me likuiditet. Hyrja në BE deri në 2030-ën, si e shikoni në raport me rritjen e çmimeve, pra? A do jemi edhe ne që do i bashkangjitemi çmimeve të larta që mund të kenë në një vend bashkimit evropian? Pra do ketë rritje, mendoni ju si agjente imobiliare? Unë mendoj që aktualisht tregu ka pësuar vitet e fundit një rritje, nuk mendoj që do ketë akoma rritje të bujshme, mund të ketë rritje në mënyrë standarde, ndoshta do ketë rritje tek projektet, siç po zhvillohen projektet të reja nga arkitekt ndërkombëtar, që janë prona elitare, por në një treg stabil mendoj që rritja do jetë e ngadalët, jo me atë vrullin që ka pësuar, po them 5 apo 10 vitet e fundit. A do të ketë një flusk në banesat ose në apartamentet në Tiranë? Unë mendoj që duke qenë se nuk kemi dhe ndonjë aktualisht
mbi ngarkesë në ndërtime, por kërkesa është stabil, nuk mendoj që do ketë një flusk. Mendoj që kërkesa do jetë standarde, siç janë, do ketë kërkesë për blerje nga ata klientë që ne i trajtojmë, mund kemi 2 apo 3 vite që i trajtojmë për të blerë një apartament dhe ndoshta nuk i plotësojnë kushtet si për kredi apo për të mbledhur një pjesë likuiditeti që ata të jenë të mundur për të blerë apartament. Për momentin nuk do ketë një flusk në ecurinë që ne shohim me klientët që trajtojmë. Tirana po zgjerohet me ritme të shpejta dhe zhvillimi i infrastrukturës, po zhvendos gradualisht interesin e investitorëve dhe familjeve drejt zonave të reja që ofrojnë më shumë hapësirë, akses më të mirë dhe çmime ende të arsyeshme, krahasuar me qendrën e mbigarkuar të kryeqytetit. Në këtë panoramë dinamike, disa zona po spikasin si destinacionet më premtuese për vitet e ardhshme, fal projekteve të reja publike dhe private që po i transformojnë ato. Ky korridor urban Astir Ysberisht Kashar është ndërruar në një nga pikat më të kërkuara fal unazës së madhe, qendrave tregtare, shkollave dhe lidhjes së shpejtë me autostradën Tiranë-Durrës. Investimi i vazhdueshëm në infrastrukturë dhe zgjerimi i rrugëve kryesore bëjnë zonën ideale për familjet e reja dhe bizneset. Mjull Bathor Fark e Re, një zonë që është para disa vitesh konsiderohej periferike, sot po dominon projekte rezidenciale moderne me densitet të ulët, vila komplekse dhe lagje të strukturuara sipas standardeve evropiane. Afërsia me liçenin e Farkës dhe me qendrën e Tiranës, si dhe hapja e rrugëve të reja lidhëse, po e kthejnë atë zonë në një pikë fortë për investime afatgjata. Liçeni Thatë, Kodra e Diellit 3, një ndër zonat më elitare të zhvillimit të banesave të reja, pozita gjeografike, pamje, qetësia dhe projektet luksoze kanë rritur kërkesën në mënyrë të dukshme. Investimet në rrugë, kanalizime dhe projekte urbane që po e bëjnë këtë zonë gjithnjë më të aksesueshme, duke rritur potencialin e saj me vlerësimin e shpejtë në treg. Bulevardi i Ri Laprak. Bulevardi i Ri është një transformimet më të mëdha urbane të dekadës. Zgjerimi i drejt Laprakës pro krijon një zonë të re të centralizuar me institucione, hapësira publike, reparte tregtare dhe ndërtesa moderne. Kjo zonë është shumë e favorshme për investitorët që kërkojnë rritje të shpejtë të vlerës pronës, pasi projektet publike aty kanë efekt të menjëhershëm në çmim. Cilat zona do të konsiderohen si Tirana e re në 5 vitet e ardhshme? Duke marrë parasysh projektet që po zhvillohen dhe apartamentet dhe planimetrit që ne disponojmë në shitje, flasim për zonën e Paskuqanit, pasi kalon dhe rruga e Unazës Madhe që është hapur, rruga Dritan Hoxha është një ndër rrugët që po merr zhvillim shumë të madh në projekte shumë të bukura nga arkitekt ndërkombëtar, do ketë një zhvillim shumë të madh. Zona e liçenit Farkës do jetë një tjetër zonë shumë e mirë, elitare, e preferenciale për ndërtimet e reja që po bëhen. Pra, nëse zhvillohet një rrugë dhe siç është Unaza e Madhe, patjetër që do jetë zhvillimi akoma më i mirë dhe interesi më i mirë për blerësit. Theksoj këtu edhe zonën e Bulevardit të Ri, që po merr një zhvillim, duke qenë se projektet po zhvillohen me ritme shumë të shpejta dhe është planifikuar që ministrit, bashkia dhe shumë projekte të tjera do të zhvendosen në zonën e Bulevardit të Ri dhe do jetë një ndër 5 zonat më të mira në Tiranë. Thatë pak më parë që keni blerës, për shembull që mund të zgjasi edhe 2-3 vite dhe nuk arrin ose arrin që të blej një banesë, por cili është, për ta mbyllur kjo, cila është ajo çfarë ju thojnë klientët ju kur vini, pra pyetjet që mund të bëjnë ose pra pyetja që hasni më shpesh nga klientët? Pyetja që hasim më shpesh, të paktën unë 5 vite eksperiencë pune që kam, qoftë klientët shqiptar, qoftë ata shqiptar të diasporës, është pjesa e dokumentacionit. A ka prona dokument rregullt apo dhe një pronë që ende nuk është bërë me certifikat pronësie sepse është në ndërtim, a është firma serioze, a e nxjerr firma certifikatën e pronësisë, domethënë dokumentacioni i pronës, duke qenë se vim nga një historik i viteve shumë më parshme që pronat nuk kishin dokumentacion të rregullt apo nuk kishim një sistem, siç tashmë kemi një sistem që çdo gjë është ngarkuar në sistem, po kishim letra dore dhe njerëzit kishin pasiguri kur apartamentet mund shiteshin 2
apo 3 herë, tani nuk ndodh më, nuk shitet një apartament 2 apo 3 herë, sepse kemi një sistem shumë të mirë që asgjë nuk mund të bëhet një proces pa u verifikuar nga noterët specifik, kështu që dokumentacioni është pjesa kyçe dhe pjesa tjetër që njerëzit kërkojnë, pjesa më e madhe është a ka ulje çmimi ky apartament. Është diçka që çdo kush do donte, jo vetëm populli shqiptar, po çdo person që kërkon të blejë një apartament, duke qenë se ne si kompani bëjmë edhe trajnime nga trajnues të huaj për real estate-in, edhe ata na theksojnë shpeshherë që kërkesa për të ulur çmimin gjithmonë do qëndrojë në treg dhe këto janë dy pyetjet më të shpeshta: a ulet çmimi për dhënë një ofertë klienti dhe a ka dokumentacion të rregullt prona. Angjela, të falenderoj shumë për kohën. Kënaqësia ishte imja, faleminderit ju.